Dhoma që ndryshon të formë. Në një laborator të heshtër psikologjik, një grup shkencëtarësh ftoi 10 persona të hyjnë një nga një në një dhomë të bardhë. Në murin e përparme kishte një pasqyrë të madhe dhe një dritë të butë që vinte nga tavani. Nuk kishte orë, as dritare, as një objekt që të tregonte kalimin e kohës. Kur personi parë doli pas 5 minutash, ai tha: "Dhoma ishte e vogël, e ngushtë, më dukej sikur më merrte frymën." Personi i dytë tha: "Ishte e gjerë, pothuajse si një sallë, ndjehesha i lirë." I treti, duke u dridhur, tha: "Nuk kishte asnjë mur, ishte sikur rria pezull në boshllëk." Por në të vërtetë dhoma nuk ndryshonte fare. I njëjti ndriçim, i njëjti mur, i njëjta temperaturë. Ndryshimi ndodhte në brendësitë e tyre. Shkencëtarët zbuluan se ajo që njerëzit perceptonin nuk varej nga hapësira, por nga gjendja e tyre emocionale në momentin e hyrjes. Ata që ishin të tensionuar e ndjenin dhomën si burg. Ata që ishin të qetë e ndjenin si liri. Disa madje e panë si boshllëk kozmik, sepse ndjenin boshllëk brenda vetës. Njëri prej studiuesve tha diçka që u bë e famshme më vonë: "Nuk ekziston dhoma që të mbyll apo të çliron, ajo ndodhet brenda mendjes sate." Eksperimenti i dhomës që ndryshonte formë u përdorë më pas në terapitë e perceptimit dhe u bë simbol i një të vërtetë të thellë. Bota që shohim nuk është ajo që është, por ajo që jemi. Lexoj Hysni Valiu.